do doja bashkarisht të ndajmë një temë interesante që na prekën të gjithëve. Lumë ata që i kanë në shtëpi dhe mjerë ata që si kanë. Temën e ditës së sotme unë do doja që ta ndaja bashkë me ju dhe e kam trajtuar si të tillë, ku duhet një kujdes shumë të veçantë që të bëjmë për moshën e tretë, fatkeqësisht në vendin tonë. Dikur kishin realisht një respekt të madh, por sot sikur këto zhvillimi i teknologjisë, dinamizmi i jetës, sikur po i harrojmë. Pra, temën e ditës sotme do doja ta ndaja me ju dhe ta diskutojmë bashkarisht është apo i dëgjojmë të moshuarit apo vetëm mundohemi që t'i mbajmë gjallë. E kam trajtuar si pleqëria në heshtje. Domethënë ka një heshtje që ndonjëherë nuk dëgjohet në lajme. Ka një heshtje që nuk del në rrjetet sociale. Një heshtje që dikush rri ulur në koltuk dhe ndonjëherë pret pranë dritares. Hapën perden dhe gjithmonë presin dikë. Realisht pleqëria nuk vjen asnjëherë pa pritur. Ajo ndërtohet me vite pune, me sakrificë, me rritje të fëmijëve, me net pa gjumë, frikra se ëndrat mund të thyen për të tjerët, duke u munduar për t'i rregulluar të gjitha këto. Dhe sot shumë të moshuar fatkeqësisht jetojnë në një realitet ku zëri i tyre do ta quaja që nuk pyetet më. Dhe pyetja ime sot është apo i dëgjojmë ne ata? Apo a i përfshim ndonjëherë edhe në vendimet familjare? Apo u japim kohën e duhur dhe vëmendjen e duhur, apo u japim vetëm barnat? A është vetmia një plagë më e madhe se varfëria? Në një kohë ku gjithçka është shumë e shpejtë, ka një dinamizëm shumë të madh, miqdashur, por pleqëria është e ngadaltë. Ne kemi patur edhe informacione, kemi patur edhe mesazhe nga shumë shikues, ku thonë, amani më mos shpejtoni me këtë kohën, me këtë janarin që e kemi diskutuar gjithmonë, le të jetë paksa më e ngadaltë, sepse ne nuk dëshirojmë që të na ikën koha. Pikërisht për këtë mesazh edhe do doja që ta trajtoja, të japim një theks të veçantë pikërisht kësaj teme, sepse është një moshë ku të uroj që të gjithë të kalojmë atje. Por nëse e bëjmë me një rrugë të duhur, me respektin e duhur, sigurisht që respekti do të na kthehet mbrapsht. Prandaj miqdashur, sot do të flasim për heshtjen. Do të flasim për zërat që presin të dëgjohen. Unë të doja që këtë temë do ta ndajmë bashkarisht dhe uroj që të na shkruani, pra në lidhje me këtë temë, apo i dëgjojmë të moshuarit, apo vetëm po mundohemi t'i mbajmë gjallë.